Çdo politikan e din koshton ku të rritet çmimi i energjisë, që të humb populariteti, që i zgjenin ata që kanë besu, që i ka shajtoj jetën njerëzve, që kanë votu për ty. S'ka politikan që se din. Edhe, ose një shteti, pra e din, që të rritet energjia, e din që ka i ka popullit vetë. Që i ka hynë çdo element tjetës, ja ka rritë, ja ka shajtu jetën. Duke qenë se Kurti asnjëherë s'mujti me i kundërshtu këta. Këta që tregtojnë, këta që i bojnë to rritjet, për i vjenë që ata janë shefat e Kurtit. Pra unë e dha shembullin tim, ju thëmë qytetarëve të Kosovës verifikone, edhe ju e dini ashtu kështu. Nuk është rritë çmimi energjisë, kam pas as 1 megawatt prodhum, kur kom ardhur në qeveri, për rreth 1 muaj e kem fillu prodhimin, e kem kthy prodhimin. Na është dashur me importu gjatë dimrit se nuk e plotësojmë normën. Dhe nuk është rrit as 1 cent çmimi i energjisë deri ditën sa kom dalë për asaj zyre. Këti u rrit çmimi disa herë. Pra, kësë po ka kontroll mo, ata po e kontrollojnë Kurtin, këta tregtarët e këta tjerë, fatkeqësisht. Një komunikim WhatsApp e kallëzon sakt skenarin, që është kriminal. Me ato li mu marë gatë e mirë edhe ju si opozit, edhe nasi medium. Po për të kësaj, nëse më lejot një pyetje Adriatik. Po se jemi në fund dhe po dua pak flasë për koalicion. Duhet alianca më rrit edhe parti tjera. Unë e menoj në bëj pjesë ata që se besoj kur që e kini problem prakun që shamencot për disa zërave këtu. E kini një momentum të mirë, jeni fitues me numër të votave të rritme të 5 komunave. Unë e menoj që kjo momentum mundet mu kapitalizuar me ma shumë deputet në mandatin e ardhshëm në kohën e Kosovës, me kushtin që në leximin tem me pas freskinë listën e AKS. Apo punoni këtë drejtim. A ka me pas emna që e shtyn aleancën të paktën të 8 deri nga deputet? Është shumë interesant se është kriju një brez po e quaj ashtu atyre që ju intereson vendimarrja, qeverisja në vend. Edhe në aleancë kemi një numër të madh atyre njerëzve brezit tjetër. Pos atyre që të gjithë na njeni, është kriju një brez, janë një gjenerate mirë, për shembull kryetarët e komunave tonë, i njohin ata për funi, se nuk është çdo vetëm kryetari që e kam rritë suksesin, pa i me dikon e kam rritë çdo kryetar. E më thonë edhe nena janë krijuar një brez i dytë, i njerëzve shumë të mirë. I ftoj të gjithë, ftoj edhe ty, edhe secilin, nëse keni vullnet pra me ndihmu, vërtet që t'i zgjidhim këto probleme të vendit, ta kthejmë s'pari demokracinë, të funksionon demokracia, si na takon, si na ka hije, ta shpëtojmë qytetarin tonë, ta shpëtojmë familjen e Kosovës, çdo familje kosovare, nga një kërcënim, për një çmim që kam ju rritë në vazhdimsinë energji, që është jashtë kontrollit, nga një rritje e shpenzimeve të jetës, e shtrejtimit të jetës, po dhe shumë punë tjera të sigurisë që i fola ma herët, t'i zgjedhim një herë për gjithmonë, si na ka hije, jo vetëm me marrë merita me foto, po t'i kryjmë punë që na takon të bëmë antarët NATO-s një herë dhe t'jemi ratë për të një jetën. Unë juftoj që të bashkohemi, pra juftoj për të... Jo me bo opozit veç me lafe, opozit konkrete. Me thënë... Ja pa mundësu e Kurtin me bo... A fjallë të madhe të thonë, a jetu shku? Nëse më premton një parti politike që nuk bënë opozit veç me folme, mu nuk ndot foltoria, ndot protesta në kuvend. A po pranon një ftesën direkt në emision? Ja, do të me negociu, unë jemi hapa të një të parti. Me çfarë kushtës? Jo me bo opozit veç me lafe, me ullë foltore, me folja të mu qëtu në Rubikon, nuk e zoni Kurtin. Kurtin, balafaqim, 2015. Nuk e kom vetëm për interesin e aleancës në këtë rast që do të ishte nderet ju kemi ju edhe jo vetëm ju na që jem këtë studio, po ka shumë njerëz zotë në Kosovë. Unë i kësha bo thire gjithë atyre që kanë diçka në dorë, që kanë mundësi me ndihmu eqen për parat vendit, është mirë me garu. Pra është mirë me garu, është një kohë shumë ndishme që i ka ndohë Kosovës. Unë s'po du veç me edhe në lajme qia, po jemi në sankcionet të BE-s, jemi të sankcionuar prej Amerikës, edhe jemi të sfidat maja të mbrenshme, jemi të kërcënuar prej çmimit të energjisë që kur se ka në kontrol. Pa na kem qeveri e kryeministër, kem pash, po duke që të tërkush është ma i zotis ajë. E leon foltorën në shesh. Zoti Haradina, i pra rezultatet e zgjedhjeve lokale, e keni është 87
87.753 vota në total për Aleancën për Radhmërinë e Kosovës, pra zgjedhjet e fundit që kemi pasur. Pastaj, kemi edhe njerë të rezultatet në EAK-s ndër vite. Në zgjedhjet e nëntë shkurtit, në fillim pra të vitit, në koalicion me nismën i keni marrë 66.256 vota. Pra keni rreth 21.000 vota më tepër pa nismën, nëse i shikojmë rezultatet e nivelit lokal me atë qendror. Dhe këtu i keni edhe rezultatet ndër vite. Pra është një ndër rezultatet më tulta, 2007 ka qenë me ult, por me zate atëherë ka qenë numri më i vogël i votuesve dhe ka jep rezultat me 9.6%. Cila është strategjia tash për të arritur SPAK-u, ju sigurisht se gjitha partitë thonë shkojmë për të fituar, por SPAK-u del një jote kjo rezultati i 7% ose 66.000 vota, apo kjo zgjedhjeve lokale, që do të ishte edhe ashtu, okej. Aleanca ka një fola, ka një gjenerat shumë serioze të liderëve lokal. Jo vetëm kryetari i degës, kryetari komunës, ose barqi i listës, po kemi shumë njerëz që kanë marrë veshim. Kur bojmë koalicione, për fatkeq ne s'mu i ftojmë ata në listë. Se jepim hapësirë për një parti tjetër, për kandidatura. Kësaj here e kemi mundësinë me i përfshi një numër të madh të atyre që janë tregu zot me marrë votë në nivel të Kosovës. Pra, ata që e kanë bërë 87.000 voqin, 1/3 e tyre do t'jenë pjesë e listës. 1/3. Po, pra, jo të gjithë... Asamblejist e tashëm. Po. Ata që kanë fitu, ata që kanë garu. Një pjesë pashtu do t'jenë nga kandidat për deputet në zgjedhjet paraprake që kanë dëshmu sukses, që kanë marrë pashtu shumë vota. Po. Do të këtë edhe... As janë nga zgjedhjet paraprakës, janë shumë? Jo, ka, të shumë, nëse e merë ti listën, mbi 5.000 vota të shumë kështë i ka. Atëre gjonë që... votash, jo që ja kanë dalë... Jo që në zgjedhë, dhe po ashtu jemi të hapur për shumë figura të Kosovës, për shumë autoritete, për shumë profesionistë. Koalicione me parti tjera? Nuk bojmë kësha ere, me asken koalicion, jo. As me parti të mëdha, kushtimisht, me PDK, LDK? I vetë ndryshim do të ishte një liste përbashkët e këtë opozitës, unë kam qenë i tharë që shedini në qidet e mahershme, që ta bojmë një listë, por nuk ka pas ka dishmëri. Do t'ishit edhe tash të bët një liste përbashkët? Në është vonë, se nuk është ndërtu e spjegimi dur për qytetarët e për gjitha këto dhe kjo situata shkoj si shkoj. E kështu një me një, për shembull, me PDK-n ose me LDK-n nuk mendojmë me bo koalicione, pra nuk mendojmë as me parti tjera, nuk do t'i refuzojmë nëse ndonjë parti e vogël ose ndonjë listë qytetare dëshiron me garu me listën tonë, në listën tonë. Pra këta nuk e bojmë, nuk e jem bëgë asnjëherë, jo, i kem respektu disa subjekte, disa autoritete, disa iniciativa, lëvizje të ndryshme, pra jemi të hapur, por nuk shkoj vetëm si Aleancë për Radhmërinë e Kosovës. Dhe çka pas zgjedhjeve, se ne e pam... Një të votët, atik tash zakonisht jepim numra, pastaj s'po dalin o bojë ndishme me folë. Por 87.000 është numri për parti i asamblejshve, ose i asamblejës.